Math.random i përdorur së bashku me math.floor mund të shërbejë për të gjeneruar numra të plot të rastësishëm. Në JavaScript nuk ekziston një tip i veçantë i të dhënave i quajtur numër i plot integer. Këtu bëhet fjalë për numra pa presje dhjetore. Math.random kthen një numër me presje dhjetore midis 0 përfshirë dhe 1 pa e përfshirë. Rezultatet e mundshme në numra të plot janë pra nga 0 deri në 9, përfshirë të dyja. Math.random herë 10 jep një interval nga 0 deri në 10, pa e përfshirë 10-ën. Shembuj të rezultateve të mundshme: 0.0, 3.5, 9.99, etc. Ky shembull kthen një numër të plot të rastësishëm nga 0 në 99, të dy të përfshirë. Ky shembull kthen një numër të plot të rastësishëm nga 0 në 100, të dy të përfshirë. Ky shembull kthen një numër të plot të rastësishëm midis 1 dhe 10, të dy të përfshirë. Ky shembull kthen një numër të plot të rastësishëm nga 1 në 100, të dy të përfshirë.
Siç mund ta shihni nga shembulli aktual, mund të jetë një ide e mirë të krijojmë një funksion të rastësishëm të duhur për t'u përdorur për të gjitha qëllimet e numrave të plot të rastësishëm. Ky funksion JavaScript kthen gjithmonë një numër të plot të rastësishëm midis minimumit i përfshirë dhe maksimumit i përjashtuar. Ky funksion JavaScript kthen gjithmonë një numër të plot të rastësishëm midis minimumit dhe maksimumit, të dy të përfshirë.